تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na jap dije të dobishme, përmes së cilës afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe tek xhenetit e tij. Dhe elusim Allahun subhanahu wa taala këto mexhlise të dijes t'i bëjmë mexhlise ku marrim dije të dobishme dhe kur të çohemi prej tyre të çohemi me mëkate të falura. Ndër temat të cilat i ka cek autori në këtë poem të begat është edhe çështja që ka të bëjë me gjeneratën më të mirë, çështja që ka të bëjë me sahabët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj sonte dhe javët në vijim do të flasim për këtë gjeneratën më të mirë që e ka nxjerr pejgamberi sallallahu subhanahu taala në fytyrë të tokës. Edhe nëse folim me javë të tëra me vite, nuk kemi mundësi me ia dhon hakun. Autori Allah pas mëshiruar ka thënë: "Wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammedin وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح." Thuaj, njerëzit më të mirë pas Muhamedit janë dy prisit që paraprin, sallallahu alaihi wasallam. E pas tyre Othmani, i treti që mori udhëhetsin. I katërti, i miri i njerëzimit, Aliu ai sundoi, të cilin për herë e mira e shoqëroi dhe me të ai triumfoi. Në këtë varg apo në këto dy vargje, autori flet për vlerën e sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, posaçërisht për Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin dhe Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gjenerata më e mirë. Pas tyre janë tabiinët dhe pas tabiinëve janë tabiinët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më të mirët e ummetit tim janë gjenerata ime. Pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre." Kjo është një herë edhe lëvdat nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për sahabët e tij. Andaj, meqense kjo temë ka të bëjë për sahabët, atëherë do t'i përmendim disa çështje. Çështja e parë, kush quhet sahabi? Kush quhet sahabi? Shoqërues apo shok i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A din dikush përgjigjen? Ata që e kanë shoqëruar dhe e kanë pa. Ata që kanë vdekur si musliman edhe kanë dëgjuar, vetëm ata që e kanë pa. Domethënë, këta i kanë përmend dy kushte. Edhe një kusht tjetër e kanë pa ose e kanë shoqëruar, kanë vdekur si musliman, po e kanë qenë musliman. Pra, ata të cilët e kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë musliman dhe kanë vdekur si musliman. Pra, këto tri kushte. Pra, e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka shoqëruar dhe nuk kushtëzohet me pa. Nga se e ka pas nga shokët e tij, të cilët kanë nejtë në mexhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kanë besu pejgamberllokut të tij, kanë vdekur si musliman, bilenjani ka qenë edhe muezin, mirëpo kanë qenë të verbër. Kanë qenë të verbër dhe janë sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të themi se kushtëzohet me pa Resulullahun, ata se kanë pa. Tash me thonë nuk janë sahabi, jo. Pra më preciz është të themi ata të cilët e kanë shoqëruar apo e kanë taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra e kuptuam që kush është sahabi. Kush i thot dy emra prej sahabëve të cilët kanë qenë të verbër? Abdullah? Qysh? Ibn Umi Mektumi. Po, Abdullah ibn Umi Mektumi tjetër? Edhe Ubej ibn Ka'bi. Pra, mojnë men këto emra të sahabëve.
E kuptum kush është sahabi. Tani, çfarë dispozite ka ai që i ka besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këto kushte të cilat i përmendëm, mirë po ka dalë prej fesë. Ka dalë prej fesë, mirë po përsëri është bërë musliman në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Themi se nëse ka dalë dikush prej fesë, e ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka shoqëruar dhe ka dalë prej fesë, atëherë dalja prej fesë ja ka hub sahabillokun, të qenët e tij sahabi. Mirë po nëse e pranon Islamin dhe e shen prap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë themi se edhe ai është sahabi. Thot Allahu dhul jalal, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Shiko far ajeti, po ja tërheq Allahu vretjen Rasulullahut, që është vretja edhe për neve si umet. Ty të është shpallur, i është shpall edhe pejgamberëve para teje, që nëse i bën shirk Allahut, ja bën dikan ortak Allahut në adhurim, veprat e tua do të shkatërrohen dhe në botën tjetër do të jesh prej të humburve. Çfarë dispozite ka ai që ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se ka ndru jetë. Mirë po nuk është varros ende Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A quhet sahabi? Jo. Nuk quhet sahabi. Kjo i ka ndodhur një personit i cili ka ardhur prej Yemenit dhe ka pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në gjendje të tillë. Pra ka vdek, ka ndru jetë, mirë po nuk është varros. I tilli pra nuk quhet sahabi. Pse nuk quhet sahabi? Nga se duhet me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me taku, me shoqëru, duke qenë gjallë. Për këtë arsye, definicioni për kufizimi i sahabiut luan shumë rol për mi kuptu domethënë edhe këto pyetje të tjera. Çfarë dispozite ka ai i cili e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam para se të bëjë pejgamber? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çfarë moshë është bë pejgamber? Në moshën 40 vjeçare. Tazam kjo e ka pa në moshën 35 vjeçare. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka po 40 vjet, kur i ka ardhur profecia, ky ka ndru jetë. Mirë po ka qenë monoteist, ka qenë prej atyre që kanë ndjek fenë e Ibrahimit alayhis salam, nuk ka qenë idhujtar. A është ky sahabi? Ka mos pajtim mes dietarëve, a është sahabi një person i tillë ku me theks të veçantë kemi Waraka ibn Naufel, kushëriri Khadijës. E ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po, edhe ka qenë besimtar në fenë e Ibrahimit alayhis salam, mirë po ka vdek para se mja shpallja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Khadija tregon se e ka pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për Warakan. E ka pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për Warakan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e kam parë në ëndër me rroba të bardha. Kam parë në ëndër me rroba të bardha, mendoj se po të ishte nga banorët e zjarrit, nuk do t'i kishte rroba të bardha. Këtu pra kena argument që me pa dikan me rroba të bardha, inshallah shenjë e mirë. E pse themi për shembull janë adresuar njerëzit ose Allah i ka përmend fenë e Ibrahimit alayhis salam? Sepse idhujtarët ku janë adresuar? Kanë menu se janë në fenë e Ibrahimit alayhis salam. E ka dashur me tregu Allahu që ju nuk jeni në fenë e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam ka qenë monoteist, ka qenë besim drejt dhe nuk i ka pas besimin të përzier me idhujtari. Çfarë dispozite ka një fëmijë i cili e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka qenë i vogël, i atill që nuk di t'i dalloj gjërat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abu Talhas i ka dhënë hurmë të përtypur, se ka qenë i vogël. A konsiderohet ky sahabi? Nuk konsiderohet sahabi sipas mendimit më të saktë. Merreni këtë dobi. Nëse
o xhallarët në për libra apo gjatë ligjërimit thënë mendimi më i sakt, kuptoj se ka mendime të tjera. Kur thënë mendimi më i sakt, dije se ka edhe mendime të tjera për këtë mesele. Mirë, qysh me ditë na se dikush është sahabi? Qysh me ditë se dikush është sahabi? Mund të pretendu dikush unë jam sahabi, ose marr dikush sot me thonë po filani është sahabi. Janë disa rregulla që e vërtetojnë një gjë të tillë. E para, transmetimi i formës mutawatir në lidhje me të. Pra kena argumente të shumta për një person që është sahabi. Për shembull Ebu Bekri, a dyshon kush se Ebu Bekri s'është sahabi? Jo. I madh dhe i vogël e din se Ebu Bekri është sahabi radiallahu anhum. Pastaj tjetra, për shkak të popularitetit. E kena Ukasha ibn Mihsan. Sepse rasti i tij domethënë është popularizuar në mesin e sahabëve. Çka lidhet me këtë sahabiun, a din dikush? Ka një hadith në Kash, që thotë Kash. Po. Më mboprej qaj personit vetëm prej banorëve të xhenetit, që thotë pejgamberi, se thonë të lidhet një hadith. Lidhet diçka. Mirë. Ka thonë pejgamberi urna urim? Ka një mezhlis ka thonë do të vjetë tash njerëz që do të jetë banor xhenetit. Aja është tjetër. Mirë. Glauku ka qenë më afër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kaç veta kanë me hinë në xhenet pa u ndëshkuar dhe pa u llogarit. Sa veta? 70.000. Dhe i çdo një miti ka 70.000. Ka thonë Ukasha se këta kanë qenë të etur për xhenetin e Allah subhanahu taala. Ka thonë o i dërguari i Allahut, lutë Allahun të më bëj edhe mua prej tyre. Ka thonë që ti e domethënë prej tyre. Ka ardhe dikush tjetër, i ka thonë pasaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ta ka kalu Ukashja. Pra kjo është rasti i Ukashës. Tjetra, nëse një sahabi i Resulullahut lajmëron se filani është sahabi. Ka vdek njani nga dhimbjet e barkut, e për ta ka dëshmu Ebu Musai se ka qenë sahabi. Kjo është rasti i Hamhama ibn Abi Hamhama. E katërta, nëse një tabiin i besueshëm dëshmon për dikën se është sahabi. Për tabiinëve të besueshëm e kemi Said ibn Jubairin, e kemi Said ibn Musayyibin dhe Hasan Basriun dhe të tjerë. Gjithashtu e pesta, nëse vetë sahabi u thotë që unë jam sahabi, nëse normal është njeri i besueshëm. Cilët janë sahabët të cilët kanë transmetuar më shumë të hadithe? Abu Huraira. E sheni domethënë kjo sahabiu që ka transmetuar më shumë të hadithe. Pastaj Aisha, pastaj Ai shërtori vet. kush? Hudhayf? Jo, Hudhayf jo. Enesi është shërtori vet. Jo. Po. Pra më shumë Abu Huraira, Ibn Omeri, Ibn Abasi, Aisha radiallahu anha. Për këtë arsye, pse sulmohet që ka shumë Abu Huraira me Aishën radiallahu anha, radiallahu anhuma? Nga se nëse transmetimet e këtive dyve rrëzohen, atëherë feja jon dobësohet. Mos e merr këtë transmetim, mos e merr ata, ç'kena me adhuru Allahun. Për këtë arsye, s'ka ndash njerë me sulmu islamin, sa është fe hynore, zguxojsh. Mirë po, ti rrëzojmë transmetues të islamit, ata të cilët na kanë përcjell fenë Allahut subhanahu wa taala. Kush është sahabiu që ka dhënë më shumë të fetva? Ibn Abasi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta u lut. Allahumma faqihhu fi din wa alimhu at-ta'wil. O Allah bëja të kuptush me fen dhe mësoja komentimin e Kuranit. Sa është numri i sahabëve? Dikush i ka përmend 114.000. Pastaj tjerë kanë thonë se kanë qenë 60.000 sahab, 30.000 në Medinë dhe 30.000 në fiset e arabëve.
por nuk ka diçka një numër i saktë, mirë po, Allahu ka lanë sahabë të Rasulullahu të shumtë, të cilët kanë shku në për vende të ndryshme dhe janë bërë sebeb që feja Allahut, kjo dritë e Zotit, të përhapet tek njerëzit. Cili është sahabiu i cili ka vdekë i fundit? Sahabiu që ka vdekë i fundit është Abu Tufail Amir ibn Wathila. Abu Tufail Amir ibn Wathila. Ky ka pas 10 vjet kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë një hadith. Çdo shpirt i krijuar sot nuk do t'i kaloj 100 vjet e të jetë atëherë gjallë. Ky do të thonë 10 vjet, për dëgjon këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas 100 viteve po ndron jetë. Ky ka qenë domethënë i fundit që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo një herë është një prej profecive të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Cilët janë sahabët më me vlerë? Sahabët më me vlerë janë pjesëtarët e Hudejbijës, ndërsa më të mirët prej pjesëtarëve të Hudejbijës janë pjesëtarët e Uhudit, ndërsa pjesëtarët më të mirë të Uhudit janë pjesëmarrësit e Bedrit, ndërsa më të mirët nga pjesëmarrësit e Bedrit janë 10 e përgëzuar me xhenet, ndërsa prej kësaj 10 më të mirë janë 4 halifët, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, ndërsa prej 4 më i miri është Ebu Bekri radiallahu anhu. Kush është sahabiu më i ditur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ebu Bekri radiallahu anhu. A keni ndonjë argument? Që është më afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e ka marrë dijen më të pastër. Po, kjo mund të qenë një argument, një indikacion se ka qenë rrethanor, se ka qenë më i ditur. A kemi raste të veçanta që pohojnë se Ebu Bekri ka qenë më i ditur? Vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kanë ditë sahabët që po vdes Rasulullah, kush e ka ditë? Ebu Bekri radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, ka thënë Allahu i ka ofruar një robit të tij me zgjedh nëse dëshiron që Allahu t'i jap prej të mirave dhe mirësive të kësaj bote, ose të zgjedh atë që ndodhet tek Allahu. Me dëgju, sa e ka dëgju këtë hadith, Ebu Bekri e ka nisë me kajtë. Kanë thonë sahabët, çka po kanë ky plak? Pastaj kanë kuptuar se është për qëllim vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Abu Bekri e ka kuptuar nga fjalët e Rasulullahut se ai ka menduar jetë, e sahabët e tjerë nuk i kanë kuptuar. Për këtë arsye Abu Said Khudriu në fund të hadithit ka thonë, robi në fjalë që ju dha me zgjedh, që ju dha me zgjedh ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Abu Bekri ishte më i dituri në mesin tonë. Ehlu suneti, pra ata të cilët kapën për Kur'an, sunet dhe rrugës së sahabëve, në këtë kapitull, se i përket sahabëve, i kanë disa baza. E para, zemrat dhe gjuhët tona duhet i kemi të pastërta kashi sahabëve, me pas mendim të mirë, mos mi sha, mos mi mallku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmedi ka thonë, qofse e sheh dikan duke i përmend për keq shokët e Rasulullahut, akuzoje islamin e tij. Domethënë dysha është musliman, nga se peshan gjeneratën më të mirë. E dyta, duhet t'i rëndisim sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në vlera sipas hajrit dhe punëve të cilat ata i kanë bë. Sipas konsenzusit të dietarëve, sahabiu më i mirë është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Aliu, pastaj Uthmani. Pra, renditja e tyre në khalifat, renditja e tyre domethënë në vlera, është sikur se renditja e tyre në khalifat. Ashtu siç i kanë pas domethënë Aliu në thash tretina? Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radiallahu anhu. Pra, renditja e tyre në vlera, është sikur se renditja e tyre në khalifat. E treta, heshtja
ndaj çdo konflikti, lufte që ka ndodhur mes sahabëve të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Përderisa Allahu na ka rujt shpatat tona, nuk kemi qenë në atë kohë që Allah na rujt mi luftu ndoshta sahabët ose me luftu me zveti, atëherë duhet t'i ruajmë edhe gjuhët tona, mos të flasim për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Idha dhukira ashabi fa amsiku. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur përmenden shokët e mi, heshtni. Pra ose kemi përmend për mirë, ose kime hesht. Po ashtu ka thënë, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Mos i shani shokët e mi, mos i shani shokët e mi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men sabba ashabi la'anahu Allahu wal malaika wan nasu ajma'in. Kush i shon shokët e mi, mallkimi i Allahut, i melekëve dhe i mbar njerëzve qoftë mbi të. Pra, po bën dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu, melekët dhe këtë njerëzia me mallkuat personi i cili i shon apo fol keq për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E katërta, dashuria ndaj grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë nëna për besimtarët, ndërsa janë gratë e tij në xhenet. E pesta, ta duam ehli bejtin. E duam ehli bejtin, familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje e ruajmë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka dhënë për ta. Ka thonë, ja kujtoj Allahun në lidhje me familjen time. Ja kujtoj Allahun në lidhje me familjen time. Po ashtu ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betohem në Allahun se asnjë njeriu nuk do t'i hyjë imanin në zemër derisa t'ju duan ju për hir të Allahut dhe për shkak të farefisnisë suaj me mua. Pra ju ka drejtu ehli bejtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se njerëzit kanë më qenë besimtar tamam, qofse nuk ju duan juve. Gjithashtu prej të drejtave të sahabëve është që ku të përmenden të themi radiallahu anhu për një sahabi, radiallahu anhuma për dy sahabi, radiallahu anhum për tre sahabi e më shumë, dhe radiallahu anha për Aishën për shembull, një sahabike, radiallahu anhuma për dy sahabike dhe radiallahu anhunna për tri sahabike e më shumë. Gjithashtu, nëse sahabët kanë gabu diçka, e kanë dhënë një përpjekje, ata kanë shpërblim tek Allahu për shkak të përpjekjes së tyre me qëllu të vërtetën. Mirë, po nëse kanë qëllu të vërtetën, kanë sevap tek Allahu, edhe që kanë bërë përpjekje, edhe që e kanë qëllu të vërtetën. Gjithashtu duhet mi eduku fëmijët tanë që mi dasht shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Duhet mi eduku që mi dasht shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Humejdi ka thonë të qëjmë rahmet për të gjithë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se Allahu thot walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dhe ata që erdhën pas tyre, pra pas sahabëve, thonë o Zoti ynë, fal na neve dhe vëllezërit tanë të cilët kanë besuar para nesh. Dashuria për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim sipas konsenzusit të dietarëve të Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit. Pse mi dasht? Nga se ata na kanë parapri në Islam dhe kanë kumtu fen Islamin tek të tjerët dhe për shkak të afërsisë që kanë pas me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Tahawiu ka thënë, ne i duam shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se nuk e teprojmë në dashurinë e ndonjërit prej tyre. Dhe thot nuk distancohemi prej asnjërit. Dhe i urrejmë ata të cilët i përmendin sahabët për të keq. Dhe ne i përmendim sahabët vetëm për të mirë. Dashuria ndaj sahabëve është fe, besim dhe mirësi, ndërsa urrejtja e tyre është mosbesim, hipokrizi dhe tirani. Gjithashtu ka thonë, ai që flet mirë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gratë e tij të pastërta nga çdo e keqe, pasardhësit e tij të dëlir nga çdo papastërti, i tillë është i pastër nga hipokrizia. I tillë është i pastër nga hipokrizia.
Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te gjenerata më e mirë. Dëgjoni këtë fjalë madhështore të Ibn Abbasit. Thot, vërtet Allahu i shikoi zemrat e robërve të tij. Dhe e ka gjetë zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam zemrën më të mirë. Për këtë arsye e ka zgjedhur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si profet të tij që më ia dhon shpalljen. Pastaj i ka shikuar zemrat e këtë robërve të tjerë dhe i ka gjetë zemrat e sahabëve zemrat më të mira. Për këtë arsye i ka bë sahabët shoqërues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët pastaj kanë luftuar së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë përhap fen çdo kund. Andaj atë që e shohin muslimanët si të mirë, ajo tek Allahu është e mirë, dhe atë që e shohin si të keqe, ajo tek Allahu subhanahu wa taala është e keqe. Mos e kemi zgjat? Jo. Me qenë se janë do ajete që flasin rreth vlerës së sahabëve dhe hadithe, inshallah, atëherë e lajm për javën tjetër që mos zgjatet dersi. Lutim Allahun dhul xhelal na mundsoj që ta ndjekim Rasulullahun sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tij të nderuar, të lutemi për ta që Allahu t'i fal, të themi radiallahu anhum, t'i duam ata të cilët i duan sahabët dhe t'i urejmë ata të cilët i urejnë sahabët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.